Qoftë lëvdur Jezu Krishti. Të dashur dëgjues, në takimin e fundit që kemi folur për Shën Jozefin, pam se si Jezusi në tempull, kur e gjetën në moshën 12 vjeçare, duke bisedu me mësues të ligjit, Jezusi i ftoi Jozefin dhe Marin që të shkonin më në thellësi të kuptimit të misterit të tij, duke u dhënë përgjigjen: nuk e dini se më duhet të merrem me gjërat e atit tim. Por në fakt Jezusi nuk është se kishte ndërmend që mos merrej me gjërat e jetës përditshme që ishte marrë deri atëherë. Me atë përgjigje të tij nuk po thoshte se do të qëndronte aty e tutje në tempull në Jeruzalem. Shën Luka në fakt në fund të këtij episodit shton më njëherë këto fjalë. Atëherë Jezusi u kthye me ta, erdhi në Nazaret dhe i dëgjonte. E thamë nuk e kishte në plan që të nxjerrte jashtë lojet, nëse mund të themi kështu, Shën Jozefin, por donte ta përfshinte edhe më shumë në këtë lojë dashurie të pakufishme që e kishte ndërtuar Zoti me gjinin njerëzore, e Jozefi ishte përfshirë në formë shumë unike. Por Jozefi duhej ta vinte re gjithnjë më shumë se ky mister, kjo lojë nuk ishte lojë, është një lojë shumë serioze, por sa për të kuptuar mes nesh, Jozefi duhet ta kuptonte, sikurse vazhdimisht e kuptonte se ky misteri i madh që e kishte përfshirë ka përcente pafundësisht. Edhe pse me përkushtimin e tij të pakurthym, Jozefi ishte vërtet si atë për Jezusin, ati më i dashur në botë, dhe Jezusi nuk ja mohonte këtë atësi kaq të amël Jozefit. Dhe prandaj tham, nuk kishte ndërmend Jezusi që të qëndronte në tempull të merrej me gjërat e atit qiellor, por prapse u kthye të merrej me gjërat e atit toksor, me Jozefin. E gjërat me të cilat merrej më shumë të Jozefi, e dim, kishin të banin me zanatin e tij prej zrugtarit. E me të drejtë, ikonografia krishtere më vonë do ta paraqiste Shën Jozefin pothuajse gjithnjë duke mësu Jezusit zanatin e zrugtarit. Jezusi zakonisht paraqitet duke i ofru për shembull Jozefin ndonjë çekiç, ndonjë sharr, ndonjë dradh e tjerë. Pra, në këtë çast ku po i mëson zanatin paraqitet shpesh herë Shën Jozefi me Jezusin. Por dëgjesën e madhe e dashur që Jezusi kishte ndaj Jozefit dhe Maris, nuk duhet ta imagjinojmë si ndonjë gjë që Jezusi e bante si me zor, ose si gjoja se u bindej i gëzum, por në fakt e dinte se herët avon nuk do të kishte më nevojë për ta. Absolutisht jo. Jezusi u bindej edhe pik, pa ngurim, edhe me plot dashuri. Jezusi e kishte të natyrshme në fakt bindjen, dëgjesën. Ndaj atyre që në tokë i përfaqësonin atin qiellor, e kishte të natyrshme, i vinte vetit. Pse? Sepse Jezusi, biri i mshushëm, gjithnjë ishte i dëgjueshëm ndaj atit qiellor. E prandaj ata që i përfaqësonin tokë atin qiellor ishin vendi i preferuar i tij për ta ushtruar këtë dëgjesë që gjithnjë biri i mshushëm e ushtronte ndaj atit vet qiellor. E në fakt Jezusi te u nxjidhi Shën Gjonit, thot dikun: unë gjithmonë bëj çka i pëlqen atij, pra kur flet për atin. E ma vonë, edhe Shën Pali do të shkruante atë rreshtet e famshëm të letrës drejtu Filipianëve, ku thot pra se Jezus që e përuli vetveten duke bërë i dëgjueshëm deri në vdekje, mu deri në vdekje në kryq. Prandaj, dëgjesën që biri i mshushëm e kishte të veten natyrshme ndaj atit në lumnin e Parizit, krejtësisht natyrshëm deri në ekstremet e saj, deri në vdekje në kryq, e ushtron biri i mshushëm edhe kur bëhet njeri. Kjo dëgjesë plot dashuri pra e Jezusit ndaj Jozefit dhe Maris ishte vendi i tij më i natyrshëm për të shprehur dëgjesën e thellë që kishte ndaj atit vet. E kështu ndërkaq natyra e tij njerëzore, pikërisht në këtë formë, përmes kësaj dëgjese, plot dashuri, i hapej edhe më fort ndikimit të natyrës së tij hyjnore, si thosh e nimonte në natyrën njerëzore, kjo dëgjesë që t'i hapej ndikimit të natyrës hyjnore. Biblistët madje mësojnë se kur Jezusi po lutej në kopshtin e udhënjve me shumë ngashrim të zemrës, asa djersiti gjak, thot Ungjilli, pika gjakut e dolën në vend të djerës nga ankthi i madh që kishte, në atë moment ju drejtu atit
që ta largonte këtë kelk, po ju drejtu me fjalët aramaisht Abba, edhe këtë detaj Abba, atë sjell Shën Marku. Të gjithë nxjelltarët e theksojnë se ju drejtu atit, o atë largoje prej mejet këtë kelk nëse don. Por Shën Marku thot ju drejtu me fjalët Abba aramaisht. Edhe duhet ta falenderojmë Shën Markun sepse na bën të mendojmë diçka shumë bukur. Abba ishte shprehja që përdornin fëmijët e vegjël kur i drejtoheshin babait tyne në ato zona. Pra, Jezusi Abba i drejtohej Jozefit. Kështu, ishte forma e zakonshme. Mund ta imagjinojmë krejt kollaj se ishte forma e zakonshme, pra me cilën thirrej babi, kishim me thonë në jetën e përditshme, pra thirrej atin në një familje. Dhe është bukur se si Jezusi në këtë rast i drejtohet atit cillor, ashtu si i drejtohej Jozefit në tokë. Në momentin kur e kishte më vështirë, pra Jezusi në kulmin e dhimbjes së tij, si të thosh prej fundit shpirtit, i del e njëjta shprehje që përdorte në jetën e tij të përditshme me Shën Jozefin, i del e njëjta shprehje prej fundit shpirtit kur tash i drejtohet atit me ngashrem e me ankth e me dirës gjakut. Mund të themi se edhe Jozefi me gjitha limitet që kishte pas, kishte kry mirë, mund të themi, detyrën e tij prej prindit. Aq sa kishte pas mundësi, e kishte përcjell me besnikëri natyrës njerëzore të Jezusit, fytyrën e atit të tij qellor. Kështu pra, duke qenë i dëgjueshëm ndaj Jozefit dhe Maris, në Jezusin dy natyrat e tija njerëzore e hyjnore, si thosh, mësoheshin me njëra tjetrën. Dzinin misri, është një term i gabum patjetër, por për të shpjeguar idenë, mësoheshin me njëra tjetrën, nëse mund të themi. Pra, nuk e sforconin njëra tjetrën. Pikërisht dëgjesa ndaj Jozefit dhe Maris ishte, mund të themi, virtyti që e ndihmonte Jezusin si njeri të hape gjithnjë më shumë natyrës hyjnore dhe vullnetit të atit vetëqellor. Prandaj Shën Luka thot këto fjalë shumë të bukura, këtu i kuptojmë. Ndërkaq që Jezusi, pra, më njëherë pasi thot erdhen edhe një herë së bashku te Nazaret, shton Shën Luka, ndërkaq që Jezusi përparonte në dije, në moshë, e në hir para hyjit dhe para njerëzve. Pra, Jezusi si shembull dëgjeset. Pse të mos ndalemi pak? Sepse gjithë bijtë e bijat e kësaj bote kanë shumë për të mësuar nga Jezusi në këtë rast, i cili lejoi të mësonte nga Jozefi dhe Maria. Gjithë bijtë e bijat e kësaj bote kanë shumë për të mësuar nga Jezusi, nga kjo metodë e të birit Zotit për t'ju hap vullnesës së atit të tij qellor si njeri. Gjithë ne jemi vetëm njerëz, jo edhe në perëndi, pra, edhe aq më tepër kemi nevojë për këtë lloj dëgjese. Sa shumë hire, pra, fitojnë, edhe këtë mund të themi me siguri më të madhe, sa shumë hire fitojnë të gjitha ata që i hapen ndërimit ndaj prindve. E pranojnë, edhe në fakt urdhënimi thotë ndero prindën tënde. Jo detyrimisht ti dëgjojmë në kuptimin e fjalës se mund të gabojnë në ndonjë urdhë në udhëzim tyre, por ndërimi në këtë rast ka të bëjë me një respekt më të thellë, edhe kur nuk e bashkëndan idenë tyne. Ndërimi është absolutisht i urdhëruar prej Zotit, si thosh, por është ndihma për të ruajtur ekuilibrat e duhur, edhe në ato raste, ekuilibrat që i ka për detyrë atëherë fëmia të ruajnë, sepse mund të humasin edhe bekimet e Zotit. E sikurse në fakt i humasin të gjithë ata që humbin këtë ndërim. E nganjëherë i humasin që kemi të, sepse këshillat e prindve rrallë herë janë as të gabuar sa nganjëherë na mushet mendja ne. Duhet ta dim, patjetër gabojnë, por gabojnë shumë rrallë, nuk do ndonjë filozofi të madhe. Edhe nëse gabon rrallë, shumë më rrallë gabojnë se nuk e dojnë fëmin. Kanë limitet të tyre njerëzore, por zakonisht këshillat që japin janë mjaft larg pamse sepse janë pa ndonjë interes caktuar. E Shkrimi i Shenjtë është plot me këshilla në lidhje me këtë temë, pra, e ndërimit ndaj prindve. Mund të hasim në shumë shembuj të Shkrimit të Shenjtë, por për momentin s'kam qejf të ndalem, po zgjedh të mos ndalem të shembuj që mund të na japin Shkrimi i Shenjtë, sepse mund t'i hasni vetë. Kam dëshirë të marr si shembull një episod nga jeta e Padrepijës që në nga Pietrelcina. E këtë episod e tregonte një regjisor i famshëm italian, Franco Zeffirelli, i cili ka regjizuar edhe filmin e famshëm Jezusi i Nazaretit që gjithë e kemi pa me dekada. Dhe ai thotë se ishte vetë dëshmitar. Ky regjisor, pra, në rinin e tij ishte vetë dëshmitar i kësaj që pa një ditë kur kishte shku në San Giovanni Rotondo për të pa meshën e Padrepijës.
e dim në San Giovanni Rotondo në fogjet e Italisë, pra Padre Pio rinte gjithmonë aty, kur nuk ka larguar nga ai kuvent. Edhe shkonin njerëzit aty. E kishte ndodhur që një herë disa vajza të një fshatit përbëri kishin ngënjur printet tyne dhe ishin nis me bicikleta, duke i thënë po shkojmë diku tjetër. Pra ishin nis për në San Giovanni Rotondo, në fshatin përbëri. Kishin arritur në kohë e kishin hyrë në meshën që po kremtonte Padre Pio. Me shumë entuziazëm ishin të sigurta se aty do të merrnin ndonjëherë të veçantë për Zotit. Hirin do ta merrnin, por jo në atë formën që e priçin ato. U vonë në rresht për të marrë kungimin, te rreshti që shpërndante kungimin Padre Pio, dhe kur shkon përballë shenjtit, hapen gojen për të marrë hostën e para që ishte në rrallë, instinktivisht, nuk dihet se si i kishte këto hire Padre Pio, instinktivisht e tërhoqi hostën, edhe i tha vetëm kaq të parës. Ma parë dëgjesa ndaj prindve, edhe nuk jalla kungimin, kaloi tek tjetri. Ma thonë, por rreshtin ku ishin edhe shoqet e veta, ata e kuptuan se gjithçka ishte zbulu. U tërhoqën te tria, u tërhoqën nga rreshti i kungimit, plot turp në një farë mënyre, dhe ma vonë ky regjizori që citova në fillim i kishte pyet Çanolli pse nuk jalla kungimin, e i kishin treguar se si kishte qenë situata. Se kishin shku aty, patjetër nuk ishte një mashtrim i madh për gjana të këqija, por kishin shkuar aty duke i gënjur printet e tyre. Kishin thënë se po shkonin diku tjetër. E si mund ta merrnin Jezusin, i cili ka qenë gjithmonë i dëgjueshëm ndaj prindve të tij toksor? Si mund ta merrin Jezusin ato vajza që kishin gënjur printet e tyre? Është një rast që ka të bëjë jo me një padëgjesë për gjana të këqija, por për gjana të mira. Por kur merituan në çortim këto vajza që po bënin diçka të shenjtë, mund të themi pra, por duke i gënjur prind, imagjino çfarë çortimit mund të meritojnë ato që i gënjen prindet tyne apo e prërtet e tyne të ligjshëm për gjana mëkatnore. Ka mjaft fëmijë që e quajnë vetin të shkath kur arrin t'ua hedhin prindve. Duhet ta dim një gjë, edhe ato që nuk janë as të shkath, paktën nuk duken as të shkath, se nuk ua hedhin prindve, nuk duhen t'ua hedhin, sepse të gjithë mund t'ua hedhin prindve, është gjë e makollajt në botë. Dhe prind e din se vazhdimisht e kanë masteret, ndoshta mundësinë që fëmijët i mashtrojnë, është shumë e vështirë të fitojnë besimin e tyre sepse situatat janë nganjëherë nga më të komplikuar. Por nuk është aftësi t'ua hedhësh prindve. Aftësia maksimumi mund të jetë në formën tjetër, të përpiqesh të bindesh, të motivosh kur je në drejtën, të fitosh besimin e tyre, të mos t'ua hedhësh është aftësi që kemi të shumë e vështirë dhe shumë e bukur. Por thash, sa hiret i humasin ata që mendojnë se shkatësia qëndron në mashtrimin e tyre. Kemi folë edhe masipër, duke folë edhe për rolin e atësisë së Jozefit, pra për detyrën e prindit që t'i formojnë mirë fëmijët e tyre, dhe nuk po i kthehemi edhe një herë kësaj teme. Por në ana tjetër duhet ta kenë parasysh gjithë bijtë e bijat e kësaj bote, se vetë biri i hyjit, i cili ishte ushtruar vazhdimisht, ushtronte dëgjesën e jatit tij qellor, ka dashur që ta praktikojnë këtë dëgjesë konkretisht për natyrën e tij njerëzore, për të arritur më mirë natyrën e tij njerëzore, ta praktikojnë me Jozefin e Marin. Kishte nevojë t'i bindej. E kush jemi ne që të mos ta kemi këtë nevojë t'i bindemi? Jeta vet pastaj na përplas dikon që na bën të shohim se ndoshta e kemi tepruar me mos dëgjesën tonë. Por ndoshta është shumë vonë. Prandaj dëgjesa shpëton. Dëgjesa shpeshherë shpëton. Të ruan nga mëkatet, thot libri i Siracidit, të ruan nga mëkatet, të ruan vërtet nga mëkatet. Dëgjesa nuk po bëjmë moral këtu në këtë rast, por nuk do në shumë filozofi që ta kuptojmë. Të ruan nga mëkatet, ka shumë mëkate që nollin fshetas gjoja prindëve se kanë kuptuar jetën ose prind nuk dinë se si kanë ndryshuar koha, nuk na kuptojnë ne të rive dhe bajnë shumë mëkate që me fantazinë tuaj patjetër tashmë keni filluar të rreshtoni gjithë. Por dëgjesa edhe të shpëton nga mëkatet. E këtu ka të bëjnë me shëlbimin tanë të amshushëm pra. Dëgjesa të ndihmon të shpëtohesh nga mëkatet. Ka prindër që nganjëherë i shtyjnë fëmijët për mëkate, e këtu nuk po kthehemi edhe një herë në kuptimin për vrasje, për gjëra të këqija kështu. Nuk po kthehemi. Janë raste të rralla, por kjo ka të bëjnë me çertimin që meritojnë ato lloj prindësh. Por shumicën e rasteve e shpëton nga mëkati. Edhe e shpëton nga komplikimi i jetës, se komplikohet në një formë as natyrë me jeta sa që është e pamujtën ndoshta që nesër ta riparosh. E duhet vetëm me durim të pranosh kryqin e shkaktuar nga vetë krenaria jote personale, e vetëm kështu ndoshta arrin të shërohet ndoshta diçka.
Pra kështu kalonte përditshmëria e kësaj familje të shenjtë, ku dëgjesa, dashuria, lutja, përshpirtëria, puna ishin rënë i ditës, në formën më të thjeshtë, me përvojtnin më të madhe, me vështirësitë e natyrshme, por kështu shkonte përditshmëria e kësaj familje të shenjtë, secili përpiqej të bante vullnesën e Zotit në formën e vet, edhe Jezusi vullnesën e Atit vet, edhe kështu ishin thur fijet e dashurisë pashoh që mund të themi që kishte kjo familje kaq e mistershme. Prandaj e përmendëm edhe në fillim, ka pas shumë kongregata në historinë e kishës, kongregata rregulltare që kanë zgjedhur ta marrin si model fejet këtë klim kaq të veçantë shenjtërie që thithej çdo ditë në gjirin e kësaj familje të shenjtë. Ka shumë kongregata rregulltare pra që marrin emrin e familjes së shenjtë, ndoshta me disa shtesa ose para shtesa, ku vëdi kuptimin e fjalës për ta cilësuar llojin e dhuntisë që ka ajo kongregat, por sillet rreth këtij modeli të feje të familjes së shenjtë. Kjo sepse dëshirojnë të theksojnë faktin që sikurse 3 anëtarë të kësaj familje të mistershme e shumë të dashur i bashkonte feja dhe dashuria gjallë për hyn e për njëri tjetrin, ashtu edhe anëtarët e kongregatave pra e kishin më të lehtë ta shihnin bashkësinë e tyre, jetën e bashkësisë së tyre, si një jetë që themelohet mbi fenë dhe mbi dashurinë e gjallë për Zotin e për njëri tjetrin, për bashkëvëllezërit, për bashkëmotrat. Kjo ishte feja, pra simbolizonte fenë që e prin këtë kongregat, jo thjesht dakordësia mbi disa idena thjesht toksore, por dakordësia mbi besimin e gjallë në Zotin. Jo vetëm familjet, pra, por edhe të kushtumt janë të shym gjithmonë nga mrekullia në tokë që ishte kjo familje, e që po aq mrekullueshëm edhe sot ndihmon e bekon prej lartit. Shën Jozefi pra e kaloi gjithë ekzistencën e vet duke përmbledhur vetvete shumë misione njëherësh. Por ai nuk e formulonte kështu qëllimin që kishte vënë vetes në jetë në fakt. Themi ne, sepse e shohim të kryer misionin e tij. Qëllimi i Jozefit ishte vetëm një, të kryente vullnesën e Zotit. Në këtë pikë ai u tregoi qëndrueshëm, edhe kur vështirësitë ju shtun, qëndroi edhe jetoi në një familje me birin e hyjit e me zorin e bekume. Kështu do ta kishte të mundur të banonin edhe në jetën tonë, në fakt. Jezusi, Maria dhe Jozefi, nëse nuk tërhiqemi nga kryerja e vullnesës së Zotit, edhe kur vështirësitë shtohen, të mësojmë prej kësaj qëndrese të amël të familjes shenjtë, pra që nuk tërhiqet nga kryerja e vullnesës së Zotit, edhe atëherë vinë e bëhen miq tonë edhe familja shenjtë kur asnej nuk sprapsemi përballë vështirësive për të kryer vullnesën e Zotit. Por Shën Jozefi i kishte met edhe një betejë fundit pa e kryer. Është fjala për vdekjen e cila në fakt, sipas shkrimit të shenjtë dhe mësimit të kishës, erdhi në botë për shkak të mëkatit. Dhe duhet ta kuptojmë drejt, nuk është si dënim vdekja, po themi diçka, por nuk arrim të themi shumë çka, sepse është mister që nuk na e zbulu deri në fund. Por vdekja nuk është si një dënim nga Zoti. Më vjen mend ndonjë prej shenjtëve që thoshte, mos gaboj Shën Ambrozi, thoshte vdekja është si një ilaç. Imagjino unë që jam katënor të isha i përjetshëm, çfarë trishtimit të jem përjetësisht si në luftë me Zotin, si i prirë për mëkatin. Me hirin e Zotit patjetër ne mund ta mposhtim mëkatin, por e dim gjithë se sa vështirë kemi për t'u hap hirit të Zotit e për ta kuptuar pastaj ku është duke na shtyr hiri i Zotit. Pra vdekja shihej në këtë formë si ilaç, edhe po ta mendosh në fakt, shqyrësi në këtë pikë jemi të gjithë njësoj. Nuk ka dallime, të gjithë do të kalojmë nëpër këtë shosh të dhimbshme që është shosha e vdekjes dhe të gjithë jemi të barabartë. Imagjinoni sikur të ishte i përjetshëm një diktator. Sa vdekje të tjera do t'i prodhonte. Imagjinoni për shembull sikur në fund botës ishte shpik një ilaç kundër vdekjes dhe njerëzit do të vriteshin, do të grindeshin me njëri tjetrin për të shkuar për ta marrë. Vritemi e grindemi edhe pa u shpik ilaçi, le pastaj kur të shpiket. Pra, janë arsyetime që na ndihmojnë pak, nuk e shënisin krejt patjetër misterin e vdekjes, por na ndihmojnë të jemi realist, të shohim se nuk është mallkim, por është përballje që Zoti e ka lejuar në botë që ta bëjmë
me që ishte pasoja, pra, e lejoj këtë pasoj të mëkatit, e lejoj, por atëherë në dha edhe element për të përballu. As vetë Jezusi nuk u kursyn nga vdekja. Nuk kemi pse të shkojmë larg. Edhe vetë Jezusi u përball me vdekjen, e çfarë vdekje të dhunshme në një moshë shumë të re, e një vdekje të dhunshme e të padrejtë. Pra me gjitha misteret që marr vdekja, marr padrejtia njerëzore, u përball Jezusi. Edhe Zoja bekume, kisha është e kujdesshme për të mos hyrë në debatin që ka ekzistuar gjithmonë mes kishës lindore dhe kishës së Perëndimit, nëse Zoja ka vdekë apo ka fjet në Zotin. Kisha lindore beson këtë dytën, pra Zoja ka fjet në Zotin. Në Perëndim nuk është e qartë mes teologëve një gjë e tillë, nuk din ta dallojnë, edhe kisha kur flet për ngjitjen e Zojës në qiell, thot kur e kreu ecjen e saj në këtë botë. Në mënyrën se si e ka kryer nuk kemi si ta dim, nuk kemi dhëna të mjaftueshme. Por me siguri Zoja pra është dashur ta përfundojnë këtë ecje të kësore për të filluar mshimin, pastaj me trup e me shpirt patjetër, por jo në këtë formë që jemi ne në këtë botë pra. E nuk u kursyn nga vdekja as Shën Jozefi. Këtu është bukur të kujtojmë se Shën Jozefi është shpall nga kisha pajtori i vdekjes së mirë. Kjo për një arsye shumë të bukur e shumë precize. Sepse kur erdhi çasti që edhe ai të mbyllte syt për këtë botë, pati përbërë jo vetëm Marin, por edhe Jezusin. Jozefi e shpall pajtori i vdekjes së mirë, pra që na ndihmon të kryejmë një vdekje të mirë në hir të Zotit, pra, sepse mendohet që me shumë siguri ka pas përbërë Jezusin. Unë vetë si meshtar në fakt ka kohë që e bëjnë si praktik që kur i jep sakramentin e vojimit të një çmurit të rënd në formë litanijet, bëjnë lutje për shumë shenjtër, për disa, sidomos për pajtorin e famullisë, për shenjtin që nëse është dikush që ka emrin e atij shenjtit, dhe një lutje ndaj Shën Jozefit. Shën Jozef lutu për ne, pra kisha gjithmonë pra ka besu tek ndërmjetësia e posaçme e këtij shenjtit. Se si noll matan pra, për te e din veç Zoti, nuk e di, nuk kam si ta di. Por unë besoj tek ajo që kisha në këtë përvojë 2000 vjeçare të vetën, ka porositë që ta shohim me një sy feje, duhet ta kenë pa shumë barin shpirtëror, mund të themi pra dobin shpirtërore të hirëve që nxjerr ndërmjetësia e Shën Jozefit, dhe prandaj porositë. Unë gjithmonë kam zgjatur që t'i besoj kësaj nxitje të kishës, që na ndihmon pra të fokusohemi tek fakti se në atë moment nuk jemi të vetëm, edhe ndërmjetësia e shenjtërve është e fuqishme, e ndërto meriton të thirret në nim ai që pati përbërë Jezusin Zot në momentin kur nrë jetë. E të ndërmjetësoj për atë që është duke vdek, që edhe ai të vdesi në hir të Zotit. Kjo është ideja, jo që të mos vdesin ose të vdesin pa dhimbje. Patjetër edhe këto që të ndihmojnë që ta kalojnë ma me pak dhimbje, sepse dhimbja na lodh gjithve edhe në fe. Por të ndihmojnë që të mos humbin fen, të ndihmojnë të kalojnë menjëherë në lumnin e Parizit pra. Në ungjit kanonik pra që kemi, katër ungjit nuk është ky element, mund ta supozojmë, por ungjit apokrif e pohojnë hapta se Jozefi kur po jepte shpirt, pati pranë vetë Jezusin dhe Marin, edhe pse përshkrimet e tyre nuk merren fort për bazë, nuk duhet merren fort për bazë, sepse kanë shumë fantazie, janë shkuar mrapa në kohën e ndikimit të fortë ka shekullit 3, 4, edhe i 2 të ndikimit të fortë të gnosticizmit, por shprehin një traditë që kishte qarkulluar pra në rrethshat krishterë, edhe një traditë që nuk e hedhin poshtë as ungjit kanonik. Në fakt, e pame se me shumë mundësi Jezusi ishte afër Jozefit në atë çast kur vdes Jozefi, sepse s'kishte filluar ende misionin e tij publik. Jezusi pra ishte ende pa dal në për Izrael për të predikuar. Dhe e thamë edhe në takime të tjera, pse për shembull kur Jezusi është duke vdekur në kryq, ja beson Marin Shëngjonit apostull, sepse me sa duket Jozefi nuk ishte. E fakti që Jozefi nuk ishte te kam të kryqit, s'kishte si mos ishte përderisa Maria ishte aty, tregon se Jozefi kishte vdekur para se të fillonte jeta publike e Krishtit. Pra, kishte vdekur me Krishtin përbërë, ndërsa ende Jezusi nuk ishte pagzuar në lumin Jordan. Nuk e di moshën që mund të kenë pas Shën Jozefi. E këtu nuk kemi asnjë dhënë të sigurt, por mund ta hamendsojmë me mjaft siguri. Nga ungjit dim se Jezusi pra e filloi veprimtarinë e tij publike rreth moshës 30 vjeçare. Pa ka shumë pra rreth 30 vjeç. Dhe nëse mani mend kur folëm për martesën mes Jozefit dhe Maris,
citu me Shën Jeronimin, i cili e njehte shumë mirë traditën e kohës, pra kur nolli martesa Jozefit dhe Maris, që thoshte se Jozefi me shumë siguri ishte 18 deri 20 vjeç. Jo më shumë, kështu mendonte Shën Jeronimi dhe kemi shumë arsye ta besojmë. E mund dalim përfundimin pra se Shën Jozefi mund ta kenë përfunduar ecjen e tij në këtë botë pa i mush 50-at. Që nuk ishte shumë as për kohën. Është një psalm që thot jeta jonë zgjat 70 vjet, po qem të shëndosh edhe 80. Pra mirë quhej një vdekje kur arritet paktën 70-at për atë kohë. E maksimale tepër quhej kur ishte 80, pra. Jozefi mund të kenë vdek pa i mush 50. Pra këtu edhe ai u përball me një mister, një vdekje e parakoshme edhe për atë kohë dhe me plot mister ku Jezusi nuk bante shumë shenja të veçanta, ishte feja ajo që e ndihmonte. E mund ta imagjinojmë krejt lehtësisht çastin kur vdekja me heshtjen e saj edhe me dhimbjen e saj u shfaq si e pandalshme edhe në trupin e Jozefit. Nuk e dim se çfarë smundit mund të kenë pas në atë çast pra. Po vdiste patriarku i fundit, mund ta themi, sepse ishte i fundit për i patriarkëve që mylli atë fazë të lavdishme të patriarkëve të Izraelit. Si për ta përcjellë tashmë Jezusin në botë, në veprimtarinë e tij publike që po fillonte mas pak. Mase fantazia jonë pagane, këto ngutet e vrapon të imagjinojnë ndonjë ndërhyrje spektakolare nga Jezusi. Mund të imagjinojmë se Jezus ka bën ndonjë gjë sikur Jozefi ka vdek pa dhimbje, Maria nuk ka qa hiç, nuk është mërzit as pak. Jo, nuk është e drejtë të arsyetojmë kështu. Para herë Maria kishte shumë arsye të mërzitej, jashtëzakonisht shumë të pikëllohej. Patjetër ngushëlluar prej fesë, edhe prej pastërtisë shpirtit të saj, familjaritetit që kishte me hirin hyjnor, por Maria po humbte personin që e kishte më afër në këtë botë pas Jezusit. Dhe ishte një hije pikëllimit, një rrep pikëllimit që e kaplonte patjetër edhe atë. E prania e Jezusit nuk ishte ndonjë anestezi, mund të themi. Nuk ishte anestezi që Jozefit mos ninte dhimbje. Jo. Prania e Jezusit ishte ngushëllim në fe. Kështu mund ta quajmë, ngushëllim që vjen nga feja. Po ndalemi pak më gjatë edhe këtu. Te ky lloj ngushëllimi që vjen nga feja në çastin e vdekjes, nuk kemi sigurinë sepse patjetër nuk kemi shku tek vdekja për të kthyer për të folur në raste shumë të rralla, po sa edhe ato që kanë ndodhur tepër të rralla. Por si mund ta hamendësojmë këtu? Si ndihmohemi nga përvoja e Kishit dhe shkrimi i shenjtë për të kuptuar çfarë do thotë ky ngushëllim në fe në çastin e vdekjes. Jezusi ka arritur ta bëjnë këtë ngushëllim në fe edhe me Shën Jozefin, sepse tek Shën Jozefi kishte ndodhur ajo që kishte ndodhur me gjithë njerëzit e drejtë në historinë e Izraelit. Edhe pastaj në Kish do të ndodhte me gjithë njerëzit e drejtë të përshpirtshëm. Çfarë do të thotë? Shën Jozefi kishte jetuar gjithmonë me fe të gjallë, me dashuri, me shpresën që vjen nga feja. Nuk është se i kishte shpik momentin e fundit, që ti kem aty, ose i ka mbajtur në rështërtar edhe i ka gjarë në çastin e smonjes, që ti kem aty të më ngushëllojnë kur të vinë çasti i vdekjes. Jo, Jozefi gjithnjë e ka kërkuar Zotin jetën e tij. Në çastin e kalimit nëmshëm, patjetër se s'kishte si ta braktiste këtë kërkim, e Zoti nuk mund ta braktiste këtë njerëz që kishte kërkuar gjithnjë praninë e Zotit. Shën Jozefi ishte plot me fe, edhe nga shkrimi i shenjtë dim se letra e drejtuar hebrejve për shembull na ndihmon shumë në këtë pikë që po përballemi këtë temë mjaft delikate. Letra e drejtuar hebrejve thot feja është një mënyrë pasjeje e sendeve që shpresohen, mjet që të njihen sendet që nuk shihen. E përsërisim, feja është një mënyrë pasjeje, pra një mënyrë për t'i pas e sendeve që shpresohen, sikur i kemi që është këto, ato që shpresojmë, një mënyrë për t'i pas, sepse nuk është se i kemi në kuptimin efektiv krejt plota, si t'i shojmë, por një mënyrë për t'i pas, mjet që të njihen sendet që nuk shihen, është mjet feja, mjet që na bën t'i njohim sendet që ende nuk i shohim. T'i njohim për aq sa mund të njohim, nuk dim si është Parizi, por dim se është, e si e dim nga feja. Prandaj Shën Jozefi me fenë e tij të gjallë, gjithnjë kishte pas në shpirt këtë paradhanie të asaj që e priste pas vdekjes. Feja ja kishte dhënë përpara, pra, këtë lloj shpresë, paradhanie nëse mund të thëjmë kështu, si puna e tij që kur dëshiron të blejnë një mall,
lën një paradhanie, një pjesë të pareve, ashtu është feja, pra të jep një garanci për atë që të pret pas vdekjes. Shën Jozefi e dinte pra se nuk po shkonte drejt hiqit, po drejt takimit me Zotin në Paris. Këtu me drejt mund të na kujtohen shumë shprehje që patjetër kemi dëgjuar të gjithë të shumë shenjtëve. Më e famshme ndërto është mënyra se si Shën Francesco i Asizit e quante vdekjen që thotë motra vdekje. Motra e kishte bën zakon Shën Francesco të gjitha krijesat i quante vlla, motër me radhë, pra edhe vdekjen e qunë motra vdekje, sepse e dinte se ajo po e shoqëronte për në takimin e tij me Atin qiellor. Shenjta Tereze Avils në meditimet e saja, kur donte të përshkruante një lloj ndjesie që kishte për gëzimit në gjatë lutjes, për shembull, kur mendonte për lumnin e Parisit, e ban një lloj fjalë shumë të bukur që thotë vdes se nuk po vdes. Pra vdes se nuk po vdes. Pra pse s'po vdes tani që të shkoj atje ku e ndjej se është shumë bukur, ndjej që është këtu, këtë paradhanie të lumnisë Parisit, në sajt fesë, patjetër. Por ishte një lloj fjalësh në kuptimin e fjalës, vdes se nuk po vdes. Pra kaq e madhe ishte dëshira për të shkuar në Paris, ku e dinte se do të shkojnë vetëm pas vdekjes. Është një shenjë tjetër, Shën Leonardo Morialdo, ma pak i njoftun, por shumë shenjtë i dashur italian, i cili kur gjendej në shtratin e vdekjes, dikush e pa se kishte rasin mendim në atë lodhje të madhe që kishte trupi i tij tashmë në mosh, edhe i thanën çfarë po mendon. Ky u përgjigj po pres. Po pres. Interesant, po priste. Që mund presin njërin në atë moment? Ka po pret, jo, por po pres. Po shifte vdekjen pra si një pritje për një takim që kishte dëshuar gjithë jetën se do të ndolte. Prandaj edhe nuk do të harru se Shën Jozefi, së bashku me Marin, kishin jetuar më gjatë se kushdo tjetër në praninë e Jezusit, por po prishin që të gjenin kuptimin e kësaj pranie të Jezusit në jetën e tyre. Pra shëlbimin, po prisnin edhe ata shëlbimin që do të sillte Jezusi, që Zoti e kishte premtuar me anë të profetëve. Është e vërtetë se Jezusi kishte qenë gjithnjë i dëgjueshëm ndaj Jozefit, por shumë më i dëgjueshëm kishte qenë Jozefi ndaj Jezusit. Në kuptimin që ndaj krejt asaj që Jezusi kishte prunë jetën e tij, me gjithë risinë e pa imagjinueshme të një hyje trini, të një misionit shumë të mundimshëm që kemi pa deri këto, pra Jozefi kishte qenë më i dëgjueshëm ndaj Jezusit. Edhe pse e folura e Jezusit shpesh kishte qenë si në kod, edhe ati duhet të lexonte, kush i ka ndihmuar të lexonte? Feja, dashuria madhe, shpresa, virtytet teologale që i pam në takimet e kaluara, për ta zbërthyr këtë kod të folurit të Jezusit pra. Ishte feja. Edhe këtu na vjen ndihmë letra drejtu hebrejve që thot: ai, Jezusi, për gjithë ata që e dëgjojnë, u bë shkaku i shëlbimit të amshuar. Jozefi kishte dëgjuar, tha më shumë Jezusin se sa Jezusi. Jozefin që kishte dëgjuar shumë, por në fe kishte dëgjuar vazhdimisht Jozefi. Dhe Jezusi, për gjithë ata që e dëgjojnë, u bën shkaku i shëlbimit të amshuar. Afërsia e Jozefit me Jezusin, pra nuk ishte thjesht fizike, por ishte e shoqëruar edhe me fe. E kujtojmë se e kemi thënë edhe në takime tjera, Jezusin fizikisht e ka takuar edhe Ponc Pilati, edhe Herodi, edhe Juda, edhe kryeprefetë, edhe tjerë, por nuk e kanë takuar në fe. Ata që e takonin në fe, Zoja, Jozefi, apostujt e gjithë tjerë që nuk i dim në ashtat të rreshtojmë, ata që e kanë takuar në fe, patjetër kanë arritur ta kenë shëlbimin që ai sillte. Prandaj edhe për Jozefin vlejnë ato fjalë të thëna nga Jezusi pasi bante mrekullit. Janë famshme, Jezusi kur bante mrekullit, thoshte, feja jote të shpëtoj. Janë disa raste në Ungjil që Jezusi thoshte, feja jote të shpëtoj. Imagjino, edhe Jozefit mund të kenë thënë, feja jote të shpëtoj, që e patë edhe në këtë moment, mund të kenë thënë, pra, në ato qaste të koka. Dhe ato fjalë që Jezusi thotë se kam për t'ia thënë kur të vinë fundin e kohës, kam për t'ia thënë atyre që më qëndron besnik, kam për të thënë, hyr në gëzimin e zotërisë tënde. Pra, hyr në gëzimin e zotërisë tënde. Mund t'ja kenë thënë edhe Jozefit. Mase ma fort se të spekulojmë tepër mbi dhimbjen e vdekjes, duhet marrim seriozisht çështjen e fesë, forcën e ngushëllimit të fesë, sepse djalli, edhe këtu nuk po flasim hava, në shumicën e rasteve djalli, pikërisht përmes frikës së vdekjes, përpiqet ta manipulojnë jetën tonë. E theksojmë, përpiqet përmes frikës së vdekjes ta manipulojnë, t'i fusin durt pak në jetën tonë dhe ta çojnë andaj kudo nait, përmes frikës së vdekjes.
Shpesh, me skllavërinë e shkaktuar nga frika e vdekjes, shumë diktatorë për shembull kanë drejtuar popull. E aty ku sistematikisht ka kërcënime me vdekje, padyshim është putra e djallit, i cili nuk din të bëjnë ndryshe. Din, por e ka qejf në këtë temë, të fusin frikën për vdekjen, ta përdorin këtë frazë, do të vdisi, kujdeset tash po ju vras, do të vdisni. Edhe në kohën e sotme, për shembull, shpesh e kemi dëgjuar këtë frazë, me gjithë kujdesin që duhet kemi kundrejt smundjeve, pandemive, gjitha, por unë personalisht ndoshta nuk e bashkëndaj shumë kush në këtë opinion, por ku ka tepër kujdese do të vdisni, ne kemi detyrë të ruajmë, e kemi për detyrë edhe në emër të kësaj detyre të na ruajnë gjoja nga vdekja, ndodhen një padrejtësira, një kufizime, korrupsione, gjëra që nuk është rasti të zgjasim listën sepse nuk është edhe krejta as sa thuhet, por një pjesë e mirë është, por ku ka tepër propagandë se kujdese do të vdisni ose kujdese do t'ju vrasim siç janë luftat edhe këtej, aty është putra e djallit, ka diçka që nuk shkon patjetër. Dhe këtu letra hebrejnëve na befason me aktualitetin e saj. Letra hebrejnëve pra në Bibël duke sigurisht shkruar dje, sepse thot ai Jezusi me anë të vdekjes e shfuqizoi atë që kishte në dorë pushtetin e vdekjes, domethënë djallin, për të liruar ata që ishin të nënshtruar skllavërisë për të jetën prej frikës së vdekjes. Pra Jezusi me vdekjen e tij ka shfuqizuar një lloj pushteti që kishte djalli, cili ishte pushteti pra ti nënshtronte njerëzit me anë të frikës së vdekjes, e shfuqizoi, ja shkoi kot mundin. Njëherë nuk e di se në cilin shtet të botës, por njëherë po e torturonin një meshtar dhe torturuesi i tha, ti nuk e din se ç'a të bëj unë. Ç'a mbani tha? Unë të vras. Po e di, përderisa jam dorën tënde, e di se do të më vrasësh. E la krejt e iku doli në llobën tjetër. E kështu i thanën edhe njërit prej martirëve tonë shqiptar, tash nuk kujtoj emrin, por i thanën, kemi dënuar me vdekje. Dhe ai u përgjigj, di, nuk është ndonjë gjë e re. Ju do të ma shpejtoni pak ditën e vdekjes, por i dënuar me vdekje jam. Pra nuk më thot ndonjë gjë të re. Edhe kur e panë se nuk i futi frikën kjo gjë, pra aq sa deshen, fillon bërtasin ta fyjnë edhe më shumë gjitha. Pra, në fe këta njerëz e kanë kuptuar çka ka bën Jezusi, ka shfuqizuar frikë të vdekjes që djalli ka dashur ta fusin në njerëz. Me vdekjen e tij, me ngjalljen e tij, jo vetëm se ka qendruar i vdekun Jezusi, por është ai që ka pushtetin me jetën e mi vdekjen. Prandaj thash, duke sigurisht shkruar dje letra drejt hebrejve në këtë pikë. Është e vërtetë se vdekja na trem pak gjithëve, edhe nuk po bëjmë si heronj, gjithë jemi frikacak deri në far piket. Është një frikë që bazohet tek instinkti jon për jetën. E thamë, po ta mendosh, Zoti nuk e ka krijuar vdekjen kur krijoi njeriu, e ka krijuar për jetëshëm. E lejoi vdekjen, pastaj si ilaç, nuk po i kthehemi përsëri kësaj teme. Pra nuk ishte pjesë krejt e natyrshme e njeriut. E prandaj edhe Jezusi dërsiti gjak kur po i afrohej çasti i vdekjes, edhe ju lut atit, a mund ta largosh sepse ishte shumë e vështirë ta pranonte. Tha edhe u bën vullnesa jote, patjetër, por ishte shumë e vështirë. Pra kjo dridhje që na kap përballë vdekjes të gjithëve, nëse na kap pra, deri diku është edhe normale. Por është edhe gjë frika, paniku i përjetshëm, edhe kur nuk ka asnjë gjë në horizont. Kjo është frika që vjen prej djallit. Kjo lloj frikët, kjo lloj panikut, kjo lloj tmerrit që nganjëherë ka plan jetën tonë. Jo frika instinktive, nuk është frikë nga vdekja të kesh frikë se del në rrugë të han një qen ose të kafshon një gjarë, por kjo është kujdes që e kemi për detyrë të gjithë. Edhe instinktivisht na bën mirë, na duhet bile. Por kur me propagandë në mënyrë sistematike përpiqen të na bëjnë të mendojmë se po vdisje marrë gjithçka. Ktu ka diçka që nuk shkon. Prandaj në këtë formë Jezusi pran Jozefit e ka ndihmuar që ta ruante këtë lloj feje, pra, që ndihmonte Jozefin të mos besonte të gjithë pushtetësia e rreme e vdekjes. Bën si e gjithë pushtetshme, por nuk është e gjithë pushtetshme. E gjithë pushtetshme ishte për brinjti, ishte Jezusi. Patjetër nuk duhet të mendojmë se këtu është forca e fesë Jozefit që e ka ndihmuar ta përballojnë vdekjen. Avash, fenë e kishte. Atëherë feja i lejon Jezusit që të ndërhyjnë me hirin e tij. Tu është forca e Jezusit, ajo që ndihmon, hiri i Zotit, ai që na ndihmon. Patjetër, në dorën e Jozefit, në dorën tonë, është të hapemi hirin e tij, të kërkojmë ndihmën e tij, edhe në momentin e betejës, pra, me vdekjen, e me të gjitha betejat që kemi në jetë.
Dhe kur I hapim derën Jezusit, atëherën ai mund të veprojnë. Thoshte shumë bukur, thoshte këtë të vërtet, që në Agostini, që ishte mistik I madh edhe teolog I jashtëzakonshëm, kur ishte në moshë të shtyme, thoshte në lidhje me vdekjen që e dinte se po afrohej, ai që më ka ndihmuar të vij deri këtu, pa e humb fen, do të ndihmoj që edhe në ato çaste të ruaj fen. Në ato çaste të fundit e kishte fjalën për vdekje, pra kjo është shpresa. Më ka ndihmuar Zoti të plakem pa e humb fen. Ka ndihmuar të vdes, besoj tek ai, ja la atij në dorë, pra, e kjo është e bukur, po ta mendosh, sepse nuk e humbim shpresën se miqësia me Jezusin që e kemi rrit këtu në botë do ta bëjnë punën e vet. Është Jezusi pastaj që e bën punën e vet në ato çaste të fundit. Ishte Jezusi ai që ndihmonte patjetër Jozefin që ta përjetonte kalimin e tij në amshim, si kalim në amshimin e lum, praktikisht në lumnin e Parizit, dhe e ndihmonte ta ruante fen. E sa dëshmi e bukur bëhet për gjithë ne kjo fe e Shën Jozefit. Ta lutim Zotin me ndërmjetësinë e këtij shenjtit për gjithë ato njerëz që e vujnë panikun nganjëherë të vdekjes. Pse të mos e bëjnë ndonjë lutje kur shohim njerëz që I ka paniku, kur nuk kanë asgjë. Ka shumë rast. Ose për ata njerëz që fusin tmerr në botë me anë kërcënime për vdekje, edhe vrasin konkretisht. Duhet ta mendojmë se këto njerëz kanë majt, e din apo nuk e din, por kanë majt anën e djallit, pra I cili përmes frikës së vdekjes dëshiron të manipulojnë jetën e shoqërisë njerëzore. Të zgjedhim anën e Jozefit, I cili patjetër instinktivisht duhet ta kenë pas këtë vështirësi, e thamë edhe më sipër, për të përballë me vdekjen, por kishte Jezusin përbërj vetes, I cili jep ngushëllimin në saj të fesë që kemi në të. Prania e Jezusit për Jozefin e thamë edhe e përfundojmë, nuk ishte anestezi, por ngushëllim në fe. E ngushëllimi që sjell feja është ngushëllimi I Shpirtit Shenjtë që na nxit të mos besojmë te gjithë pushtësia rreme e vdekjes, por te gjithë pushtësia hiri I Zotit që ka për qëllim të na ndihmojë të përballojmë vështirësitë të ndryshme të jetës derisa një ditë të gëzojmë lumninë e Parizit. E prej lumnisë Parizit tash kërkojmë ndërmjetësinë e Shën Jozefit dhe bekimin për të gjithë. Ju bekoft, hyj gjithë pushtetshëm, Ati, e Biri, e Shpirti Shenjtë. Amen.